Ishte ndeshje derbi, vim nga një avanturë gjatë evropiane, ekipi ka lodhur në momentet të veçanta, luani për një skuadër që ka 5 fitore, ka vetbesimin maksimal. Besoj që në këtë fushë nuk mund të flasë shumë për futboll në aspektin e futbollit taktik, këtu ka gjithçka, vetëm luftë, ka vetëm angazhim, ka përplasje dhe ka disa situata të cilat unë mendoj që vendoset takim. Një pjesë e parë që më shumë ngjajti në shah, nuk patën ekipet një goditje jo në kuadrant e Bojkut. Pjesa e dytë Shkëndija avansoi 1-0 më pas, u duk se shkoi, kishte kontroll, pati një super mundësi me Besart Ibrahimin. Ndjen peng që ai mos realizim mbas edhe na solli u ndeshkuam dhe në fund rrezikuam edhe shumë. Mendoj se ai ishte momenti vendimtar i ndeshjes, sikur të realizonin për 0-2 të mbaronte gjithçka. Kjo është mendimi im, për shkak se Struga në ato momente nuk kishte forcën e reagimit. Pastaj pjesa tjetër e penalltisë është aksidentale, ku për hir të vërtetës mendoj se vari ka di standarde sa i përket situatave me ne, por ne duhet të jemi të vetëdijshëm se jemi skuadra më e mirë e kampionatit dhe këtë duhet ta tregojmë fush duke luftuar kundër ekipeve kundërshtare dhe kundër gjithçka tjetër që na del përpara. Shqetëson situatës që me vendosjen e varit u paraqiten probleme dhe anomali tjera që kanë të bëjnë me standardet dyfishta. Dhe shoh një lloj tendence, domethënë shoh një lloj tendence të cilën do e ndjeki dhe besoj që do përmirësohet dhe do largohet për shkak se ne vetëm kërkojmë që luajmë pastër, luajmë kushtet barabarta dhe normalisht pastaj fusha le të jep verdiktin final dhe rezultatin final. Edhe pse nuk kemi të bëjmë me fushë ku mund të luhet futboll cilësor dhe futboll serioz. Këtu ka vetëm goditje dhe vetëm shim, duele 1-1 dhe në këto situata. Unë asnjëherë nuk jam i kënaqur me barazimin, besoj që ishim afër fitores sikur të avansonim me 0-2 në rastin e pastër, pastaj në fund mundeshim edhe të ndeshkohemi dhe kjo është gjithçka pjesë e lojës. Ne duhet të qëndrojmë të fortë, do të luftojmë shumë, do të grejmë skuadrën për ndeshjen e ditës diell dhe të bëjmë fitore të cilat gradualisht do na ngrejnë në vendin e parë. Në përfaqësuar gjithë ata që kanë parë ndeshjen, pam shumë njerëz pyesnin një sqarim rreth formacionit, Besart Ibrahimi në bankinë, Cake nuk luajti fare, në tribunë ishte Krstevski dhe i riu Ceka. Është kjo rotacion apo ndonjë problem? Patjetër, domethënë gjithë futbollistët do kalojnë, do jenë në bankinë, do jenë edhe në tribunë, për shkak se kemi 26 futbollistë shumë cilësor, të cilët ne brenda kohës duhet t'i menaxhojmë. Unë jam i kënaqur se si luajtën dhe si luftoi skuadra. Në momentet e veçanta mund të tregojmë më shumë kvalitet. Është normale, ne bëjmë analizën, ne shohim edhe lodhjen e futbollistëve, matin, edhe kemi edhe matje të cilët i bëjmë, ka lodhje të jashtëzakonshme dhe vendosim në momentet e veçanta, ndoshta është më mirë që një futbollist të aktivizohet në pjesën e dytë apo një grup futbollistësh dhe është patjetër nëse nuk duam që të na dëmtohen, nëse duam që gjithë futbollistët të mbajmë në formë, atëherë kemi të patjetërsueshme që të bëjmë rotacione të këtij niveli.